Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV edhe një herë për t'i dhënë vëmendje Neda Ballukut, një personazh tepër i ndjekur në rrjetet sociale, e cila sot po përflitet për një ndarje të mundshme me ish banorin e Big Brother Albania Ogren Ballukun, gjithashtu vllaun e zëvendës kryeministres shqiptare Belinda Ballukun. Unë kam arritur që të marr informacionet më hershme para se Neda të flet në Goca dhe Gra sonte, do me thënë ka për të folur shumë, për të treguar raportin e saj, për të treguar atë dashurinë që nisi dhe çfarë e shuajti këtë dashurinë, por unë kam arritur nga burime të sigurta të marr informacione se çfarë ka ndodhur mes çiftit. Pas një martesë që zgjati më shumë se një dekadë dhe që u shndrua në një nga historitë më të ndjekura të showbizit shqiptar, Neda Balluku dhe Ogreni, vllau i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, i ka dhënë fund lidhjes së tyre. Lajmi u bë publik pasi Neda kërkoi zyrtarisht divorcin në gjykat, duke vendosur kështu një pikë përfundimtare mbi një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj personale. Burime pranë çiftit bëjnë me dije se marrëdhënia e tyre ka qenë prej kohësh në krizë, pavarësisht përpjekjeve të shumta për të rikthyer raportin në rrugën e duhur. Neda dhe Ogreni vendosën që ardhmja e tyre të ndiqte rrugët e ndara. Një vendim i dhimbshëm, por që sipas njohësve të situatës, erdhi pas shumë reflektimesh dhe bisedash të sinqerta mes tyre. Historia e dashurisë mes Nedës edhe Ogrenit nisi në vitin 2010 gjatë spektaklit të njohur Big Brother Albania, ku të dy ishin konkurrent. Kimia mes tyre u perceptua me një herë nga publiku, duke i kthyer në një nga çiftet më të komentuara dhe më të ndjekur me pasion nga fansat e reality show-t. Pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, ata vazhduan lidhjen e tyre dhe në vitin 2015, kur orzuan dashurinë me martesë. Nga kjo martesë kanë ardhur në jetë 3 fëmijë, 2 djem edhe një vajzë, që gjatë viteve kanë qenë pjesë e pakta e jetës së tyre publike, që Neda ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit. Gjatë viteve Neda ka ruajtur një profil të rezervuar, duke shmangur skandalet dhe spekulimet e panevojshme, por her pas here ka ndarë momente të veçanta nga familja dhe jeta bashkëshortore. Mediat ros shpesh i kanë cilësuar ata si një nga çiftet më të qëndrueshëm të ekranit shqiptar. Megjithatë, edhe lidhjet që duken të forta mund të përballen me sfida të mëdha, dhe duket se edhe marrëdhënia e tyre nuk ka bërë përjashtim. Sot Neda do të dalë për herë të parë publikisht pas ndarjes në emisionin Goca dhe Gra, ku pritet të rrëfej emocionet dhe arsye që e çuan në vendimin përfundimtar të divorcit. Ajo do të ndajë gjithashtu sfidat e periudhës së re të jetës dhe mënyrën se si po përballet me ndryshime që sjell një ndarje pas shumë vitesh bashk. Analistët e jetës private dhe mediat e showbizit e shohin këtë hap si një moment reflektimi për Neda Ballukun, e cila tani duket se po ndërton një rrugë të re, duke mbajtur prioritet familjen dhe fëmijët, ndërkohë publiku mbetet i hetur për të mësuar më shumë detaje rreth historisë së çiftit dhe emocionet që lidhen me këtë ndarje të bujshme. Çfarë do t'rregoj Neda në emision betet të shihet, por një gjë është e qartë, kjo ndarje ka shokuar fansat e showbizit shqiptar dhe do të jetë një nga temat më të ndjekura të javëve në vijim. Do me thënë, përfundimisht, Neda Balluku i ka dhënë fund marrëdhënies së saj me Ogrenin, një lidhje dashurie që në fakt nisi me shumë energji të bukur pozitive, por përfundoi këtu ku jemi sot. Do me thënë, Neda është e ndarë me Ogrenin pas një dashurie shumë vjeçare, një dashurie që merre shembull, një dashurie që ndiqej nga të gjithë.